E pra të nderuar miqtë e mi, përshëndetje për të gjithë, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar pak çiftin Luizelli dhe Chiara Tito. Një dalje e Luizit në ekranet televizive ngriti një lloj urrejtje apo nxori në pa një lloj mlefi që personazhet e tjerë e kanë kundër drejt tij. Do me thënë shumica ndoshta edhe nuk e besojnë këtë dashuri, ndoshta nuk e besojnë këtë lidhje, edhe prandaj ndodhin dhe këto komentimet e ndryshme dhe këto fenomenet e ndryshme të ngjarjeve. Për shembull, Egla Ceno ka ironizuar në një postim Luizin duke thënë si skam një burr të kujdesej për kolltuqet e mia. Ka thënë Egla. Egla Ceno duket se nuk ka ndërmend të qëndroj asnjëherë larg vorbullës së showbizit shqiptar. Fituesja e Big Brother VIP Albania 3 është rikthyer fuqishëm në debatet e ditëve të fundit, duke u përfshirë me ironinë e saj karakteristike në përplasjen virtuale me Luizellin dhe Anait Kalotin. Gjithçka nisi pas deklaratës së Luizit në emisionin e Fan Club, ku këngëtari u shpreh se do të ishte gjithmonë në mbrojtje të Kiarës ndaj atyre që sipas tij kanë tentuar ta lënë nën hije. Kjo deklaratë u komentua gjërësisht në rrjetet sociale, por reagimi që tërhoqi më shumë vëmendje ishte ai i Eglës. Me një dosë të theksuar sarkazme, aktoria shkroi se do të donte dhe ajo një burr të tillë, duke ironizuar patetikën e situatës dhe mënyrën se si Luizi e paraqiti veten si mbrojtje absolute. Sigurisht nuk mungoi as shprehja tashmë ikonike e saj, Pun Majdanozi, e cila u prit me komente të shumta nga ndjekësit. Egla nuk la pa përmendur as gjuhën e ashpër të përdorur nga Luizi, andaj Anaidi përfshin shprehjen ofenduese. Mos ha, duke nënkuptuar se niveli i debatit kishte kaluar çdo kufi. Por goditja finale erdhi në fund kur ajo shkroi: "Ju rrofshin kolltuqet me gjithë kolltuksat." Një frazë që shumë kush e lexoi si një thumë të drejtpërdrejtë ndaj Luizit dhe Kiarës, si dhe ndaj pozicioneve të tyre televizive. Shikoni çfarë thot Egla. Ah, si s'kam një burr që të kujdesej për kolltuqet e mia. Pun Majdanozi. Duhet me i zgjidh të gjitha hallet vet në këtë jetë. Apo preferoni të lexoni Pun Mjuti. Oh, pardon, unë jam femër, nuk më ka lezet ky fjalor. Edhe Majdanozi më merret si herezi. Ju ruafshin, rojshin, rrufshin, rrofshin, do me thënë kolltuqet me gjithë kolltuksat. Në fakt, Egla si që duket është tepër e thyer që nuk është përzgjedhur si opinioniste në këtë klub të fansave, pasi që u përfol shumë dhe e kanë me shumë urrejtje ndoshta pse Kiarës i besohet një rrugtim i tillë dhe i jepet kaq shumë vëmendje nga televizioni Top Channel. Dhe për këtë arsye, domethënë ka shpërthime të këtilla, mos harrojmë Egla ka patur shpërthim edhe për përzgjedhjen e vendit parë, ka patur shpërthim të Big Brotherit edhe për lekët e saj që nuk janë marrë dhe nuk janë dhuruar nga televizioni Top Channel kundërdrejt Eglës, do me thënë si që duket disa personazhe kanë një bindje jo të bukur për Luizin edhe për Kiarën, si çifti në fakt që kanë thyer rekordet shikueshmërie më të mëdha. Gjithsesi Kiara e ka marrë me shumë sportivitet të punë, po e bën me shumë dashuri dhe siç duket nuk është duke i plasur se kush flet për të.